Era frynte e ftohta të mëngjes në fshatin e vogël të Roskovecit. Një fshat që dukej sikur se kishte parë diellin prej ditësh. Në oborin e një shtëpie të thjesht, një grua e re, Mira, përkulur mbi një legen me ujë të ftohtë, lante rrobat e vajzës së saj, Elonës. Elona ishte vetëm 4 vjeç. Flokët e zinj i binin mbi fytyrën e ndritshme dhe syt i qeshnin si dritë dielli pas shiu. Ajo luante me një kukull prej cope që nëna e kishte qepur vet. "Mami, kur do më çosh në det?" pyeti ajo me padurim. "Kur të rritesh pak më shumë, zemër," i tha Mira me një buzëqeshje që fshehte brenda saj një dhimbje të thellë. Ajo nuk donte t'i tregonte vajzës që deti s'ishte më ëndër, por shpres, sepse për te i tij, në Itali, ndoshta kishte një jetë më të mirë. Burri i Mirës kishte vdekur në një aksident ndërtimi në Greqi kur Elona ishte foshnje. Që atëherë ajo kishte bërë gjithçka për të mbajtur frymën gjallë. Pastronte shtëpi, qepte rroba, bënte gjithçka. Por sado që përpiqej, varfëria e fshatit e mbyste çdo ëndër. Një ditë erdhi një letër nga kushërira e saj, Drita, që jetonte në Itali. Në zarf, përveç fjalëve të ngrohta, kishte edhe një ftesë pune. "Eja Mira, kam gjetur një familje që kërkon pastruese. Vetëm 3 muaj, mund të fitosh aq sa këtu në një vit." Mira u ul mbi shtratin e drunjt dhe e lexoi disa herë. Zemra i rrihte fort. E dinte që ishte rrezik, por e dinte edhe që vajza e saj s'kishte të ardhme aty. Atë natë i shkroi një letër që do ta linte mbi jastëkun e vajzës. "Bie e vogël, nëse një ditë do më kërkosh dhe s'më gjen, dije se jam diku duke luftuar për ty. Do kthehem shpejt, të premtoj." Mira u nis në heshtje, në mes të natës. Një furgon i vjetër me dritare të ngrira e mori nga fshati. Ajo mbante vetëm një valixhe të vogël dhe fotografinë e vajzës. Në kufi, frymëmerrte thellë. E ndjente se çdo hap e largonte nga shtëpia, nga fryma e vajzës së saj. Por një zë brenda saj i pëshpëriste. "Bëje për të, vetëm për të." Kur mbërriti në Itali, gjithçka ishte ndryshe. Qyteti ishte i madh, i zhurmshëm, plot drita e njerëz që se njihnin. Drita i priti me përqafim, por i tha qartë: "Këtu s'ka as ëndra e as mëshirë. Duhet të jesh e fortë, mirë." Mira filloi punën me një herë në një familje në Rom. Çdo mëngjes, në orën 5, pastrohej, vishte rrobat e punës dhe dilte në rrugë. Nëna, që kishte lënë pas, tani shërbente për fëmijë të tjerëve. Netët i kalonte duke parë nga dritarja, me syt nga qielli. Imagjinonte që diku, në të njëjtën hën, vajza e saj ndoshta po flinte. 3 muajt u bën 6. 6 u bën 2 vite. Telefonatat me vajzën u ralluan. Në fillim, Elona i fliste plot gëzim, i tregonte për shkollën, për shoqet. Pastaj filloi të pyese: "Kur do vish, mami?" Dhe Mira s'dinte ç'të përgjigjej, sepse çdo herë që donte të kthehej, diçka e ndalonte. Dokumentet, puna, frika. Një jetë që e mbante peng. Në fshat, Elona po rritej me gjyshen. Një vajzë e mbyllur, e qetë, që s'fliste shumë. Kur e pyesnin për maman, ajo thoshte vetëm: "Është në Itali, punon për mua." Por çdo natë, para se të flinte, mbante kukullën që i kishte lënë Mira. Ajo kukull ishte e vetmja dëshmi që kishte pasur dikur një nën pranë. Një ditë, Mira i shkroi vajzës një letër të gjatë. Me dorë që i dridhej, i tregonte gjithçka, si i mungonte, si punonte, si flinte vetëm për ta parë në ëndër. Por letra humbi rrugës. Asnjë përgjigje, asnjë shenjë. Vitet kaluan. Mira u bë 42 vjeç, kishte punuar gjithë jetën në shtëpi të huaja, kishte rritur fëmijë të tjerëve, por asnjëherë se e pa të vetin të rritej. Një ditë, Drita i tha: "Tani ke leje qëndrimi, mund të shkosh ta shohësh." Ajo s'mundi të flinte gjithë natën, zemra i rrithte fort. Pas 15 vitesh, më në fund do ta shihte përsëri. Në aeroportin e Rinasit, Mira qëndronte me një trëndafil në dorë. Kur pa vajzën, se njohu me një herë. Një vajzë e re, me flok të gjatë, sy të zinj, veshur si një grua e qytetit. Elona u ndal para saj. "Ju jeni?
Nëna ime? Mira ngriti dorën, donte ta përqafonte, por Elona u tërhoq lehtë. Në sytë e saj kishte një ftohtësi që e preu si thik. Në makinë heshtja ishte e rëndë. Elona fliste pak. Mira shikonte duart e saj, kërkonte në to kujtimin e fëmijës që dikur mbante kukullën. Në ditët që pasuan, Mira qëndroi në shtëpinë e saj të vjetër në fshat, gjithçka dukej më e vogël, më e heshtur. Ajo përpiqej të gjente mënyra për t'u afruar vajzës, por çdo përpjekje binte në mur. Një pasdite shkoi në dhomën ku dikur kishte fjetur Elona. Në dollap gjeti kutinë me letrat e vjetra. Mes tyre një zarf i pazbuluar, letra që ajo i kishte dërguar vite më parë, asnjëherë nuk ishte mbërritur. Në fund të faqes ishin shkruar fjalët: "E di që do më urresh, por do të vi një ditë dhe do ta kuptosh pse." Një mbrëmje, Elona shkoi në shtëpinë e Mirës, u ulën në verandë pa folur për disa minuta. Pastaj, me zë të dridhur, Elona tha: "Të gjithë më pyesnin ku ishte mamaja ime, dhe unë s'dija ç'tu thosha. U rita me idenë që më kishe harruar, dhe kjo më dogji çdo ditë." Lotët i rodhën Mirës pa kontroll. Ajo mori dorën e vajzës. "Nuk të lash kur, bi, të lash vetëm trupin tim, jo shpirtin. Çdo ditë që punoja, çdo natë që qaja, ishte për ty." Të nesërmen, Elona i kërkoi ta shoqëronte në qytet. Shkuan te një qendër që ndihmonte gra emigrante. Aty, Elona kishte punuar si vullnetare. "Kam parë shumë nëna që kanë bërë të njëjtën gjë si ti," i tha. Ndoshta tani e kuptoi. Në atë moment, ajo e përqafoi fort. Për herë të parë pas 15 vitesh, dy zemra që kishin qenë ndarë për shkak të fatit, tani u ribashkuan nga falja. Pas disa muajsh, Mira qëndroi në Shqipëri, hapi një qendër ndihme për nëna të ndara nga familjet e tyre dhe e quajti duart e mungesës. Çdo ditë ndihmonte gra që vinin me syt plot lot, ashtu si dikur ajo vet. Elona punonte me të. Një ditë, kur po mbyllnin qendrën, Elona i tha: "E di, ndoshta s'ke qenë aty kur më duhej më shumë, por tani je aty, dhe kjo më mjafton." Mira e përqafoi, syt ju mbushën me lot gëzimi. Një mëngjes, në verandë, Mira po shikonte diellin të lindte mbi fushë. Elona doli me një filxhan kafeje dhe ja dha në dorë. "Do shkoj në det këtë fundjavë," tha ajo. "Ashtu?" buzëqeshi Mira. "Po, siç më kishe premtuar kur isha e vogël, vetëm se këtë herë do vim bashk." Mira qeshi, ndërsa syt u mbushën me dritë. Pas 15 vitesh, dhimbje, ndarje dhe mungesë, ajo kuptoi se dashuria e një nëne nuk iken kurrë. Ajo thjesht pret, dhe kur vjen koha, rikthehet më e fortë se kurrë. Nëse kjo histori të preku, lëre një koment më poshtë. A do kishe falur ti në vend të Elonës? Bëj like, shpërndaja me dikë që ndoshta ka harruar se dashuria e një nëne nuk matet me vite, por me zemër.